Unë mendoj që vetmja pengesë që sot zoti Veliaj nuk e lejon që të jetë në seancë është Kafazi i Qelq, i cili ishte një ndër kërkesat tona për të krijuar mundësinë që zoti Veliaj të jetë përkrah avokatit si si palë në proces dhe si i pafajshëm, siç e përzemon kushtetuta, kërkesë e cila përsëri u relativizua nga gjykata. Ndërkohë që është një kriter kushtetues që palët du të jenë të barabarta, palët du të kenë mundësinë që të mbrohen realisht, në mënyrë dinamike, të komunikojnë me avokatin e tij në mënyrë dinamike në proces dhe jo nëpërmjet frëngjive qoftë qeltça, qoftë hekurta. Kështu që kjo është një kërkesë e cila edhe u pranua apo u mbështet edhe nga Komiteti i Helsinkit, sepse ju e dini që para disa ditëve Komiteti i Helsinkit e konsideroi si një instrument degradues për personat të cilët janë bankët e akuzuar. Kështu që kjo është vetëm pengesë për të përgjigjur pyetjes, e cila e bën të pamundur që zoti Veliaj të jetë në proces gjyqësor. Ai në shkresën që i ka drejtuar gjykatës e ka theksuar këtë fakt, që ai ka dëshirë, ka vullnet të jetë prezent, të përballet, ashtu siç ka bërë edhe në gjykatë kushtetuese dhe në gjykatë administrative, por në kushte të barabarta siç Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e përcakton.